Analiza të ndryshme, por edhe historia parazgjedhore tregojnë se votuesit reagojnë në mënyra të ndryshme rreth skandaleve ku përfshihen politikanët. Skandalet financiare mes të cilëve përfshihet evazioni fiskal krijojnë një impakt të fortë te njerëzit në krahasim me rastet kur bëhet fjalë për shembull për skandale morale, pra një sjellje të pahishme seksuale. Në bazë të punëve eksperimentale zbulohet se njerëzit i përgjigjen më negativisht skandaleve financiare krahasuar me ato morale, kur nuk përfshihet abuzimi me pushtetin. Kërkimet janë kryer për të kuptuar reagimin e publikut ndaj skandaleve. Nuk ka dyshime që skandalet kanë pasuja negative për politikanët dhe për sistemin. Analizat të mëparshme tregojnë se përmasat e reagimeve negative varen nëse skandali është financiar apo moral. Ulumtimet tregojnë se njerëzit reagojnë më negativisht ndaj skandaleve financiare. Në shqyrtim është marrë edhe fakti nëse votuesit arrin të bëjnë dallimin për ta vlerësuar një kandidat si person apo rreth mënyrës se si ai punon. Skandalet morale përmbajnë shpesh ngarkesa emocionale dhe tregojnë për karakterin e një politikani. Kjo ndikon negativisht në vlerësimin për një kandidat. Megjithatë, për shkak se aferat jashtëmartësore janë periferike në detyrën e një politikani, presim që vlerësimet për punën e bërë të ndikohen pak. Masat janë më të ndjeshme në pjesën e skandaleve financiare. Për kontrast, në skandalet financiare përfshihen veprimet e palishme. Për shkak se një përfaqësues nuk mund ta zbatojë apo nuk ka dëshirë ta zbatojë ligjin, skandalet financiare tregojnë më tepër rreth kompetencave individuale si drejtues. Për këtë arsye, këto lloj skandalesh ndikojnë në vlerësimin e punës, por edhe në vlerësimin personal të një përfaqësuesi. Historia i konfirmon studimet dhe zbulon dimensionet se si votuesit ndikohen. Për shembull, në vitin 2008, kongresmeni i New Yorkut, Vito Fossella, u përfshi në një skandal ku zbulua se kishte fëmijë jashtëmartese. Afera nuk cënonte përgjegjësitë e tij publike. Përkundrazi, po në vitin 2008, një skandal financiar i dha fund garës presidenciale të John Edwards, i akuzuar se me fondet e fushatës paguante për të blerë heshtjen e rivalëve.